Përshëndetje, kemi këtu me parashkimin javor nga data 4 deri në datën 10 maj 2026. Është një javë me kuptimin e vet, me ndryshime të mëdha dhe gjëra të papritura. Por nga vijnë dhe pse janë të papritura? Shumë aktivitete planetare që ndikojnë në shenja të ndryshme. Gjithashtu kemi të bëjmë me ndikimin akoma të hënës së plotë që ishte në shenjën e akrepit, ku shumë gjëra ndikuan edhe shumë gjëra akoma ndikojnë në ekonomi, në punë dhe rezultate të ndryshme që do presim dhe prodhojnë shenjat, ndikimet, planetet japin mundësi dhe verdiktin e tyre mbi ato që neve kërkojmë dhe intuita jonë shkon përtej asaj çka kërkojmë. Por le të hedhim një sy ndikimit të kësaj jave, çfarë ndodh në detaje. Kemi të bëjmë me datën 4. Data 4 duket se ka të bëjnë mjaft me shumë ndikime dhe ndryshime të njëpasnjëshme, sepse kjo ditë vazhdon me energjinë e ndikimit madh të hënës në shigjetar. Një mënyrë apo tjetrën është intensive dhe shumë dinamike. Nuk është thjesht një frymarrje, nuk është thjesht një energji, nuk është thjesht një diçka që fillon, por janë ndryshime të mëdha në themel. Hëna në shigjetar aktivizon elementin e zjarrit. Kjo do të thotë duhet ecim përpara, të nisim diçka që neve kemi lënë pas dore, në një farë mënyre me ndryshimet dhe çështjet madhore. Dhe kjo do të thotë vendime, marrim vendime shumë të rëndësishme. Çështja është nëse e dim drejtimin që neve do të marrim, këtu është çështja. Këndi i parë e shumë i rëndësishëm i kësaj dite me trekëndshën e hënës me Jupiterin në 11 gradë, do thotë ndikime pozitive. Ky kënd sjell optimizëm, besim, dëshirë për zhvillimet të mëdha në ekonomi. Është një energji që na bën të shohim dhe mundësi që të hapim horizontin ton dhe gjëra të reja. Në shprehjen apo ndikimet negative që ka të bëjnë ndalojnë së funksionuari. Dhe fillon diçka e re, sepse ka të bëjnë shumë me punën aktuale dhe në detaje. Këtu ka të bëjnë me ndikime shumë të mira kjo ditë për paraditja e datës 4, të ditës hënë, që do të thotë javë të mbarë, do të thotë muaj të mbarë, se jemi akoma në fillim të muajit, që ndikohen shumë shenjat siç janë luani, shigjetari dhe ndikimi më i madh dashi. Kjo ka të bëjë shumë me ndryshimet dhe kohën kur ndodhin fenomenet. Kemi këndin që bën hëna me Afroditën në binjak, do të thotë ndryshime dhe vendime ekonomike. Dhe pozitiviteti që ka të bëjnë, mundësit që na jepen dhe situatat marrin drejtimin e duhur. Ajo që do të kemi, do të thotë ndryshim, do të thotë mundësi dhe karrierë në ato që neve kërkojmë. Meqense ka të bëjnë edhe me takime dhe me çështjet e punës shumë të rëndësishme, është momenti dhe periudha e duhur në gjëra që neve kërkojmë. Kemi datën 5 maj. Data 5 maj është një ndikim mjaft i mirë se ndryshon mundësinë dhe kohën e duhur, një kujdes të veçantë do të bëni në bisedime të rëndësishme që keni, sepse është një ditë që fillon me pozitivitet, por sa më shumë përparon bëhet më kërkuese. Këndi i parë është ndikimi i hënës me diellin. Trekëndës që do të thotë pozitivitet, do të thotë mundësi. Ekziston një ndjesi se gjërat rrjedhin natyrshëm. Ajo që do të kemi dhe mundësi të arta në fushën e punës dhe të karrierës, ka nevojë për vëmendje. Ndikohen kryesisht shenjat siç janë shigjetari, demi, vizgjeresha, britsjapi të dhëdhiçit të dytë, sepse ka një ndikim dhe një ndryshim shumë të madh që vjen mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme për vazhdimsinë. Kemi gjithashtu një ndikim mjaft të madh, ku do thotë gjashtkëndshi i hënës me Saturnin në dash, ku jep një mundësi nga mbasditja. Kjo do thotë një pozitivitet, ndihmon në organizimin dhe përqendrimin në punën tonë dhe jo vetëm. Është një energji që jep stabilitet, nuk është se ka diçka ose i problem që jepet ose ndikon në anët e tjera. Mundësitë që kanë bëjnë në këtë ditë është një ditë
me vendime shumë të rëndësishme, sidomos gjysma e dytë e ditës, ku mundësit janë shumë të mëdha dhe çështjet janë perfekte. Sjell ndryshimet e qarta, sepse hëna kalon nga shijetari në Bricjap dhe ndryshon plotësisht klima. Nga përvoja me liri dhe zgjerim, kalojnë dhe nevojat për strukturë, përgjegjësi dhe rezultate. Është një ndikim mjaft i mirë, sepse futja e hënës në shenjën e Bricjapit në gradën e parë, që përfitojnë shumë Dashi, Gaforja, Peshorja dhe Bricjapet e diçit të parë, ku pozitiviteti dhe mundësia, nevoja dhe vendimi janë shumë të rëndësishëm, sepse ka të bëjnë mjaft në lidhje me ekonominë dhe punën, por një distancim nga fjalë të pabaza, sepse do shpërthejnë dhe skandalet, siç e kemi thënë, në vazhdimsi, por do të jemi të kujdesshëm. Nëse jemi të kujdesshëm me këmbë tokë, asgjë nuk do, dhe këtë e kemi thënë dhe e themi. Ka të bëjnë me pozitivitetin, ka të bëjnë me mundësinë, ka të bëjnë dhe me rëndësinë e veçantë në lidhje me çështjet e punës, në çështjet të ndryshimeve të mëdha që vinë drejt kësaj shenje. Kemi datën 6. Data 6 maj është një ditë që do të thotë kthimi në bazë, nga fillimi. Kjo do thotë sepse pas disa ditëve që mund keni pasur disa keqkuptime, dilema dhe shohim që në të vërtet ka një vlerë për punën dhe për karrierën, por ne mund të ecim përpara vetëm me entuziazëm, pa marrë fjalë të huazuar, pa dëgjuar se çfarë dhe se kush flitet, dhe shumë gjëra të tjera, por në një moment duhet edhe një strukturë që këtë neve e përgatisim dhe jemi në gjendje të përgatisim gjëra shumë të rëndësishme. Data 6 maj na ndihmon që neve të jemi mjaft të ndikuar pozitivisht dhe të dimë dhe atje ku kemi vendosur paketat të shkojmë. Nëse e refuzojmë, mund të ndjejmë edhe si presion, por asnjëherë mos u presiononi, ose gjërat që doni t'i bëni, dhe të tjerët duhet që të kuptojnë arsyen. Dhe juve e keni dhe si mundësi dhe si kohë. Kemi datën 7 maj. Data 7 maj do të thotë ndikim, do të thotë mundësi, sepse kjo ditë vazhdon me energjinë tek Bricjapi të hënës, por në një nivel të qëndrueshëm dhe shumë efektiv. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në lidhje me punën, në lidhje me karrierën tuaj. Këndi kryesor i ditës është hëna me diellin, dhe kjo do të thotë pozitivitet, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, sepse duam të bëjmë diçka shumë të rëndësishme, ekziston mundësia që të arrijmë majat për atë çka ne duam dhe kërkojmë. Disa ndikime që mund të kuptojmë në negativitet është koha që neve të rishikojmë, sepse pikërisht kjo datë është një datë që vërtet ka suksesin brenda, por në anën tjetër na jep të kërkojnë informacione që ata ti marrin, ti përpunojnë siç duan dhe të ofrojnë ta reklamojnë. Keni kujdes, gjërat e imta, gjërat e rëndësishme mbahen sekret dhe nuk tregohen. Siç e them nga hera, gjërat e familjes i mbajmë në shtëpi, nuk i shesim pazar. Këtu keni kujdes në këtë aspekt. Ndikimi më i madh që ka të bëjë janë të shenjës ndikimeve, të mundësive, të kohës, siç janë Bricjapët, Demi, Virgjeresha të dhjetëçit të dytë, kanë një mundësi plus në këtë aspekt dhe ndryshimin e madh që atyre vinë në këtë drejtim. Kemi datën 8 maj. Kjo ditë është dita që ndikohet, ku ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet e punës dhe karrierës, ndikime të mëdha në familje. Hëna vazhdo lëvizjen e saj në shenjën e Bricjapit, aktivizon nivelet më të thella përgjegjësie, presion dhe konkurrencë. Konkurenca është e sigurt që juve e keni dhe nuk e keni problem. Shenja siç është Bricjapi, siç është Demi, siç është Virgjeresha, pra janë shenjat që kanë të bëjnë shumë me këtë. Sa mund të përballojnë ato që kemi marrë përsipër, shtrohet çështja. Kjo do thotë me ndikimin e parë të rëndësishëm të ditës, që është kontakti i hënës me Plutonin, do thotë një shprehje shumë pozitive. Ky kënd mund na sjellë forcë, qëndrueshmëri, aftësi për të menaxhuar situata të vështira, me qetësi dhe thellësi. Në shprehjen dhe mënyrën se si juve e bëni, jeni të përpikt. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në jetën tonë. Ndikojnë kryesisht shenjat siç është Bricjapi, Ujori, Demi dhe Akrepi të dhjetëçit të dytë, sepse ndikimet janë shumë të mëdha dhe tepër pozitive. Dita
mbyllet me ndikimin e madh të një gjashtkëndshi që bën hënë me Neptunin, ku do t'japi mundësi dhe kohë në gjërat të mëdha që vinë drejt jush. Shohim datën 9. Data 9 maj. Çfarë ndodh? Kjo ditë sjell ndryshime mjaft të mëdha. Pasi ka të bëjnë edhe me presionin në shenjën e Briciapit, sepse hëna që kalon në ujor, klima ndryshon. Nga përvoja dhe kontrollet e rezultatit që do të kemi tani atutje, janë të ndryshme. Nëse neve kemi nisur një diçka dhe të drejtë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me gjëra që neve duam, t'ja arrim qëllimin, është fjala se ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë, ndryshe përforcojmë disa çështje të rëndësisë së veçantë, por gjithsesi është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment mjaft i mirë dhe mjaft me shumë pozitivitet dhe rëndësi të veçantë në çështjet ekonomike financiare në lidhje me takimet, sepse pikërisht kjo datë na ndihmon shumë, sepse me futjen e hënës në ujor ndikon kryesisht shenjat siç janë ujori, luani, demi dhe akrepi. Po të vini re, arsyen ujori, luani, demi dhe akrepi i kanë përballë. Pra, kur i kemi përballë shenjat, ja shikojmë pak këtu, nëse ka mos i kamera, kemi për shembull luan ujor. Prandaj dhe ndikohen. Ja ku i kemi. Hëna është në ujor dhe ndikohet dhe luani, sepse është në një shenjë ajri. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në anën e duhur. Kurse kur kemi akrep dem, urdhroni. Kur kemi dhe akrep dem për ne janë nga ndonjëherë shumë të ndryshuar dhe shumë ndikime pozitive që japin. Kemi akrepin dhe demi është lart, akrepi është poshtë. Pra, ndikohen kur kemi ndryshime dhe ndikime planetare në kohën e duhur. Pra, ja pra se si lidhet astrologjia në ata që ne kërkojmë në anën tonë, për jo llafologjia. Ajo që do të ndikojë dhe lidhjet që kanë bëjnë lidhjet afatgjat që japin mundësi dhe kujdes. Nuk diskutohet, nuk vjen dyshim për shumë gjëra që kanë të bëjnë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me financat që lidhet shumë dhe kanë një nga ndikimet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Kemi datën 10 maj. Çfarë ndodh me datën 10 maj? Data 10 maj është një ditë me reagime të forta. Nuk është një ditë që mund të qëndrojmë të palëvizur. Diçka na shtyn të veprojmë. Është çështja dhe mundësia që neve të nisim diçka dhe të jemi të ndërgjegjshëm, edhe pse jemi impulsiv në atë çka kërkojmë. Një ditë që kërkon kontroll dhe reagim. Nuk është çdo tension arsye për konflikt. Neve nuk është çdo impuls ndikimi dhe tregues si duhet të veprojmë. Impulsiviteti dhe përshpejtimet nuk janë në anën tonë. Nëse përdoret si duhet, kjo ditë mund të sjellë ndryshime dhe lëvizje të rëndësishme. Nëse jo, mund të çojë në konflikte që mund të ishin shmangur dhe më përpara. Prandaj do keni kujdes sepse dita mbyllet me një gjashtkëndësh i hënës me Mërkurin në dash dhe kjo do të japi mundësi dhe rëndësi në jetën në përditshmërinë tonë dhe në ndryshimet që do të kemi. Por gjithsesi dhe si periudhë dhe si kohë, është momenti dhe koha e duhur në anën tonë, edhe pse kemi pasur probleme nga më të ndryshmet, edhe pse kemi pasur gjëra që nuk kanë arritur aty ku duhet, por është mundësia tani, është një mundësi mjaft e mirë mbi gjërat që do të kemi dhe do të arrijmë. Por fjala dhe mendimi që është tani e tutje, do të thotë që në lidhje me anën e financave dhe do të themi ndryshimi, indikimi më i madh për muajin maj do jetë ekonomia. Stabilizimi ekonomik financiar është aja dhe zhëja. Punë e re nga fillimi, ndryshime në lidhje me punën dhe financime të rëndësishme për stabilizimin ekonomik. Shenjat që ndikohen jashtë mase, për sa i përket pikërisht këtij muaji, ndodh që të jenë shenjat e tokës dhe shenjat e ajrit. Shenjat e tokës, siç është ndikimi më i madh, demi, virgjëresha dhe ndikimi i Briciapëve. Gjithashtu, shenjat e ajrit, që kanë një përfitim ndikimi shumë mirë, janë binjakët, peshorët dhe ujorët.
kurse shenjat e ujit, që do kenë një ndikim fantastik udhëtime dokumentacione, janë shenjat e ujit, si që është gaforja, akripi, peshqit, kurse bashkim familjar, dokumentacione dhe lëvizje nga i vend pune, nga i shtet tjetër, janë shenjat e zjarrit, si që janë dashi, shigjetari, që kanë një ndikim shumë të madh, por bashkim familjar dhe blerje janë luanët. Pra i kemi të ndara në grupime që të kuptoni arsyen dhe kohën e dur për gjërat që ne bëjmë. Tani, para se të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diaspor, dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çdo lloj pakete që juve e keni ndamenjen dhe ju intereson i diçka e tillë. Dhe duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni pastaj tek sekretaria për të dërguar një email. Dhe duke shkruar emailin dhe të dhënat e juaja dhe të gjitha në detaje, dhe unë falenderoj shumë për ata që kanë dërguar mesazh dhe i kam në email dhe që më shkruani, mos e keni merak sepse Jorgo do t'ju përgjigjet. Do të shkruani tek siç ju disa që e kuptojnë temën, atë çka doni, datën e lindjes, vendin e lindjes, orën e lindjes dhe gjithçka. Pastaj një numër telefoni nëse keni mundësinë që të komunikojmë në WhatsApp, se unë ju shkruaj email, nuk e diskutoj, e keni parë dhe vetë, dhe i falenderoj ata njerëz që kanë shkruar, por që të komunikoj në WhatsApp duhet në Viber të keni numër të telefonit që ju marrim neve vetë. Dash jeni në Amerikë, Kanada, në Gjermani, në Europë, ku do të jeni juve? Shqipëri, shkruani numrin dhe ne ju merr sekretaria apo më dërgoj numrin tuaj, unë marr juve në WhatsApp edhe flasim pastaj në detaje se si funksionon abonimi dhe parashikimi. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, siç e keni parë në YouTube dhe çdo të mërkur, kemi këtë butonin tu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e kuptimit dhe të lëvizjeve të mëdha që do të ndodhin dash në punë, dash në karrierë dhe gjërat shumë të rëndësishme që këto janë të shenjës së dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se është një nga mundësitë më të mira në lidhje me takime, bisedime mjaft të rëndësishme që do të keni në lidhje me çështjet e punës suaj dhe të karrierës. Dhjetëdiqi i parë ka dy mundësi, se flasim mundësi të arta, në gjërat që ata kanë dhe mundësitë që ju jepet. Një nga ndryshimet më të mëdha, ndryshimet fantastike që lidhen nga një anë ka të bëjnë shumë me ekonominë dhe ndryshimet, një anë tjetër ka të bëjnë me lidhjet dhe zhvillimet e reja që kanë të bëjnë me anën e pozicionit të planeteve, sepse jepet një mundësi shumë e mirë, tepër ideale dhe korekte nga ana juaj personale, profesionale, sepse ka disa gjëra që lidhen me çështjet madhore financiare, por meqense dashi i dhjetëdiqit të parë ka disa mundësi për të zgjidhur problemin, ose kanë pasur problem ekonomik dhe nuk e kanë zgjidhur akoma për arsye të punës tyre, për arsye të ndryshimeve dhe të marrjeve vendime të rëndësishme që është tani, është periudha juaj më e mirë e mundshme mbi takimet edhe bisedimet, periudha që ndodhin fenomenet e karrierës, më shumë ka të bëjë shumë me këtë drejtim, por dhe një mundësi e artë që vjen drejt jush për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket mundësive dhe kohës së dur në çështjet ekonomike. Një moment i ndikimit të madh financiar, një mundësi e artë në ekonomi. E keni juve sepse do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim sepse keni shumë gjëra, shumë mundësira të arta në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, sepse biznesi është ai që është baza për juve, dhe një nga takimet më të arta që vinë në fushën e karrierës suaj.
Megjithatë, dhjetëdiqi i dytë, edhe pse është pak i mërzitur për arsye të disa planeve që kanë nuk po i realizohen. Kanë pasur disa çështje të pazgjidhura dhe disa fjalë të huazuara që mund të themi neve, nuk janë të vërteta dhe juve e vuani shumë në mendjen tuaj. Por ju them që këtu të hyjnë dhe këtu të dalin. Mos e mbani, sepse çdo gjë ka zgjidhjen e vet dhe juve nuk është ajo që mund të themi që çfarë mund të bëjmë ose pse të më ndodhi mua disa gjëra. Nuk është të ndodhin, por disa gjëra kanë dhe kuptimin e jetës edhe të drejtimit tjetër. Megjithatë, kjo është një periudhë e mirë, është një periudhë standarde në ato që bëhet dhe çështjet e konkluzioneve dhe të gjërave të mëdha që kanë bëjnë është momenti më i art tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Britsjap të dhjetëdiqit parë, me Gafore ka ndikime shumë të mira, kurse dhjetëdiqi i tretë, edhe pse ka pasur çështje të mbartura, sa mund të lëna pezull dikur, por vjen një moment tani që juve e rregulloni, e stabilizoni në çështjet ekonomike financiare dhe duke pasur parasysh një nga mundësitë më të arta që keni në fushën e karrierës, është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet kërkon atë çështjen e rëndësishme për zgjidhur problemin, por koha tregon që juve e keni edhe si mundësi, e keni edhe si vazhdimsi në anën tuaj. Dhjetëdiqi të 30 diqët në fushën e biznesit janë të parët dhe din shumë mirë çfarë do të bëjnë dhe ku do të arrijnë në anën e tyre. Por nga ndonjëherë edhe pse mërziteni për gjërat të rëndësishme, gjërat që kanë bëjnë në lidhje me anën ekonomike financiare, por duket se jeni mjaft të ndikuar në pozitivitetin tuaj në anën më të mirë të mundshme. Por nëse juve keni pasur çështje problematike të lëna peso, keni pasur një debat me dikë dhe nuk e keni zgjidhur akoma, për një arsye apo për tjetrën, por vjen momenti dhe koha e duhur për të bërë për zgjedhur çështjet ekonomike financiare, sepse në lidhje me ekonominë juve keni pasur dhe jeni mjaft të ndërlikuar, sa ta marrim kështu, për anën ekonomike financiare, për gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në lidhje me anën e pozicionimit të planetave, është një nga mundësitë më të arta dhe mundësitë më të mira përsa përket ekonomisë, përsa përket vazhdimësisë, përsa përket korrektësisë suaj të punës dhe të stabilizimit, por gjithashtu është një nga momentet më të mira të arta në fushën e ekonomisë dhe të stabilizimit. Nuk e diskutoj sepse i keni mundësitë dhe është koha e zhvillimeve dhe të ndryshimeve të mëdha financiare që ju e keni, mundësi të arta që vinë drejt ju, sepse nëse do marrin domethënë të mirëqenë një nga periudhat, do marrin periudhat më të ndryshme të jetës dhe të vazhdimësisë dhe koha dhe ndikimi më i madh që është tani e tutje, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur mbi takimet, mbi mundësi që vinë tani e tutje. Janë mundësi të arta, është koha juaj, është një kohë përcaktuese dhe ndikimin e drejt për së drejtit tuajin në ekonominë dhe në ndryshimin e madh që keni tani. Megjithatë, edhe pse jeni pak në dilemë për disa çështje që nuk i keni zgjidhur akoma, por nuk ka vend për të shqetësuar, miqtë mi të dashur, por ka për të gëzuar, sepse juve e keni mundësinë, sepse juve e dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni, dhe kjo është një nga armat më të fuqishme tuajin për sa i përket zhvillimit dhe ndryshimit të madh në këtë drejtim. Po të gjithë shenjat së dashit kanë mundësinë në dashuri dhe në fejesa. Kemi muajin e fejesave që do të jetë tek shenja e dashit. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndryshimi, tek një shenjë vendimi të madh dhe koha që është në anën tuaj, që këta janë të shenjës së Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, meqense Demi ka diçka në lidhje me anën ekonomike financiare, të dhjetëdiqit të parë, është i mërzitur, i raskapitur, mundohet shumë, mendon çfarë do të bëj dhe si do të shkoj. Por kjo periudhë bën që juve të jeni mjaft koshient, korrekt me gjërat që doni të bëni. Vërtet është kjo mundësi, vërtet është ky moment, është ky moment mjaft i mirë i artë mbi takimet, bisedime të rëndësishme për periudhën që juve keni. Nuk e diskutoj dhe nuk e vën dyshim arsyen ekonomike financiare që keni.
momentin dhe periudha që dëshironi. Ndikimi më i madh që juve nga njëra anë e studioni dhe rregulloni gjërat e juaja, por kjo periudhë është periudha e rëndësisë, e kohës, e mirësisë, sepse mirëprisni gjithmonë, jeni një hapara mbi atë çka doni të bëni, çka doni të realizoni. Jeni stabilizues kryesor të jetës dhe të vazhdimësisë. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë ju ndihmon jashtëmase në ekonomi, ju ndihmon jashtëmase në vazhdimësi, sepse jeni korrekt. Jeni korrekt me ekonominë, jeni korrekt me vazhdimësinë, jeni korrekt me gjërat që do të ndikojnë në jetën, në përditshmërinë tuaj. Dhjetëdiçi i parë është mjaft i dhënë mbas çështjeve ekonomike financiare, sepse demi duket se ka të bëjë shumë me anën e punës së tyre dhe rolin drejtues. Por demi nga ana tjetër ka një të drejtë madhe për kush ja di gjënë, sepse i mohojnë djersën, të drejtën dhe gjërat e veta. Vjen një moment i plotësimit të kohës dhe dëshirës, që del mbi sipërfaqe gjëra që unë them nga hera, në shpërthimet që do ndodhin do bëhen. Vjen diçka shumë e madhe, tepër pozitive, dhe juve vërtet e keni mundësi në këtë aspekt, keni mundësinë për ndryshime të mëdha që vijnë. Një nga momentet më kyçe që do të keni është ajo ekonomike financiare, sepse tani e tutje nuk e diskutojnë, nuk e vën dyshim për gjërat që ndryshojnë. Momentet që juve i keni, momentet më stabilizueset dhe më konkurrueset, nëse do ta marrim si mundësi, si periudhë, dhe kjo është periudha juaj dhe koha për ndryshimin e madh që vjen në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, dhe kjo është një nga mundësitë më të arta dhe më të drejtë për së drejti në kohën dhe në momentin tuaj. Megjithatë, edhe pse ndiheni pak a shumë të mërzitur për punën, për karrierën, për gjërat që nuk kanë ardhur ku duhet, bëni gjithçka po s'arrini atë ku doni juve, por unë ju them që kjo është një periudhë shumë e mirë. Është një periudhë me realitetin, vazhdimsinë, koherent me gjërat të mëdha që keni dhe jo vetëm. Megjithatë, edhe pse një nga ndryshimet më të mëdha që keni tani atutje dhe koha tregon që jeni me fat, ka diçka shumë të madhe. Ka diçka sepse lidhet me punën dhe karrierën, lidhet me ndryshimin dhe vendimin që mund të merrni. Megjithatë, është një nga periudhat më të arta që keni tani atutje dhe nuk e diskutoj në lidhje me vendimet që do të merrni, në lidhje me disa çështje shumë të rëndësishme dhe nuk e vën dyshim për gjëra që do të ndikojnë në jetën tuaj dhe në përditshmërinë tuaj, sepse disa njerëz mund të flasin sipas dëshirës së tyre dhe kjo është parë në kohë të moderne, por juve mos u shqetësoni fare për gjëra të tilla, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Të 30 ditët kanë anën më të mirë të mundshme. Një kujdes të veçantë, miqtë mi të dashur, do bëni me peshk, virgjëresh, akrep, sepse bashkim familjar një dhe mundësi të arta që vijnë dy janë për sa i përket, ne kemi shumë fejesa këtë muaj. Lidhja e diku është koha më e mirë, miqtë mi të dashur, për sa përket muajit maj, për shenjës së demit. Lidhjet me pengesa që janë ndarë pa dashje. Imagjinoni të ndërhyj dikushi tek një çift, të shkatroj në themelët një xhami ose një kish, e të bëj hajër. Ai që e bën këtë. I keni parë vetë juve. Dhe çfarë ndodh? Dhe ku jeni akoma? Thashë them e gjitë. Kur nuk do ndalojnë. Por ka gjëra tjera që lidhen. Njerëzit që merren me tjetrin, ndërhyjnë tek tjetri, është problem. Kështu që juve pse shqetësoni? Po shenjat e tokës shqetësojnë shumë dhe që të futet një negativitet tek ata, të them unë për shembull, e di si është puna, po un pas filanin, pas këtë, pas atë, e pas. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Dhe ti merr të mirëqen si dem, i dashur për dashura, fillon debati, pa dashur po më tha filani se unë e besoj filanin se më ka të thotë drejtën, dhe kjo nuk është e drejtë. Dhe kur dele drejta, dele vërteta, atëherë drejtohet e unë dhe unë them shumë thanë. Atëherë kur të thanë, pse nuk them më thanë, po e pash, ja pra kjo është skandali. Këto njerëz si mund të ecin përpara atëherë? Shembull,
Prandaj mos u shqetësoni, miq të mi dashur, secili ka drejtimin e vet, ka rrezikun e vet dhe mundësinë e vet të art. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet ka vuajtur shumë në muajt e kaluar, por vjen drita nga zbehja në ndriçim, nga mundësia në dëshirë dhe dashuri. Kështu që do të thot shenja e binjakëve. Shenjës e binjakëve, me kese binjakët duket se tani në këtë periudhë janë shumë të ndikuar për nga ana e financave, sepse binjakët luajnë rolin më të rëndësishëm ekonomiko-financiar, luajnë rolin më të mirë në favorin e tyre, në ndryshimin e tyre, në momentin dhe mundësinë e artë që ata kanë, është një nga momentet më ndikuese, më pozitive dhe respektive nga ana e ekonomike e financave. Kurse dhjetëdiqi i dytë i shenjës së binjakëve do kenë mundësinë dhe kohën për nisma të reja, do kenë mundësinë dhe kohën për veprime dhe vendime të mëdha që ata kanë. Nuk e diskutoj, nuk e vë në dyshim për arsye të punës, të marrëdhënieve me të tretë, sepse kanë vuajtur shumë, kanë bërë të pamundurën, kurse të tjerët flasin lirisht në emër të tretit, në emër të tjetrit, në emër të atyre që nuk ka lidhje. Dhe kjo vihen kufit. Dhe kjo ndryshon dhe vepron në kohën më të mirë të mundshme, të stabilizimit, të gjërave të mëdha, të mundësive që kanë bëjnë dhe gjërave të tjera që do keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë në dyshim për gjërat madhore dhe pozitiviteti që nuk ka të bëjnë dhe me gjërat të tjera që do keni tani tutje. Është një moment shumë i artë, një moment ndryshues dhe kuptues në jetë, në vazhdime, në kërkime, në ndryshime të mëdha që keni tani tutje. Është një moment mjaft i mirë, është një moment i artë, sepse çdo gjë shkon aty ku duhet, çdo gjë arrihet, nuk ka dyshim për sa përket këtyre gjërave, por dhe momenti të duhur në lidhje me anën ekonomike financiare. Financat që luajnë rolin më të mirë të mundshëm për rënien ekonomike, për ndryshimin e madh, për kohën dhe momentet që do të dalin me kalimin e kohës, është një çështje e rëndësishme financiare, çështje e rëndësishme mbi ndryshimin e madh që vjen tani atutje. Por edhe nga periudhat më të arta që kanë të bëjnë jemi dhe keni mundësinë për të bërë ndryshimin e madh, për të bërë atë çka të tjerët zorse e rregullonin e stabilizonin, por është dhe momenti tani i duhuri për sa përket ekonomisë, për sa përket vazhdimësisë dhe korrektësisë suaj. Një nga mundësitë më të arta dhe koha më e mirë e mundshme duket se e keni tani tutje. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse binjak të dashur në ekonomi dhe në lidhje me rolin drejtues që e keni, dhe kjo do ta shikoni dhe vetë gjatë rrugtimit tuaj të jetës, por megjithatë, mirë është që gjërat e mëdha, çështjet e bisedimeve që mund bëni me njëri tjetrin, mos e ekspozoni. Prisni pak, mbarojeni, filloni edhe nxirreni në CNN me firmë, me vulje rrotulla. Edhe gjërat e tjera që do të diktoj do të ndikojnë sepse është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimit të artësisë, sepse bën kur kemi art, kur kemi ndryshime, kur kemi gjëra të rëndësishme, është më e mira e mundshme që ndonjëherë. Në çështjet shpirtërore, miqtë e mi të kësaj shenje të 30 diçët kanë të bëjnë shumë me ujorët e 10 diçit të parë, me virgjëreshët e 10 diçit të tretë, me shigjitarët e 10 diçit të dytë. Përgatituni sepse gëzime të mëdha ju vijnë gjatë rrugtimit tuaj të dëshiruar të jetës në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që ka perspektiva, ka ndikime favorite, sidomos ekonomike, që këta janë të shenjës gaforreve. Përket gaforreve,
me qenë se gaforet luajnë rolin më të ndikuar, më pozitivin në jetën e përditshmëri, ky muaj i maj dhe kjo javë na mëson shumë. Po të vëmë re për shembull gaforet në 2025-ën të këtij muajit maj, kanë pasur mjaft debate, probleme me punën. Kanë bërë gjithçka, kanë bërë zmetin, nuk e kanë arrit qëllimin. Kanë bërë gjëra që nuk pa mundur që mos të realizoheshin. Vjen një moment i qiltërsisë, i rregullt, i mundësive të arta që ka të bëjnë tani. Është një nga mundësitë më të mira dhe më pozitivet, sepse lidhet dhe me ekonominë, lidhet dhe me atë çka është favoritet, do thosha unë, gjëra të mëdha të ekonomisë, të stabilizimit dhe të konkretizimit të gjërave. Megjithatë, edhe pse keni pasur probleme të mbartura, keni pasur probleme me shtetin, keni pasur probleme me persona të ndryshëm, që kanë qenë diçka që nuk kanë qenë ashtu siç duhet. Po vjen një moment tani, momenti që gjithçka matet me stabilizimin, me gjëra të mëdha që janë fantastike për punën dhe ekonominë, për vazhdimsinë dhe rregullin e artë që vjen drejt jush dhe jo vetëm. Me qenë se një nga mundësitë dhe kohën që ju e keni, sepse do thot perspektiva, do thot ajo çka unë jam, çka unë kam. Dhe këto janë mundësitë e arta, që janë mundësitë e ndryshimit të madh dhe të pozicionimit të planeteve. Megjithatë juve i keni mundësitë, i keni gjërat të lëna aty ku doni. Mundësitë janë shumë herë më pozitive, më konkrete në rritje të gjërave të mëdha që keni dhe mundësitë të arta që vijnë drejt jush, por është pikërisht kjo mundësi, është pikërisht kjo kohë e artë, kjo kohë me vendime, me ndryshime shumë të mira, pozitive në këtë gjë dhe nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për gjëra të mëdha që vijnë. Dhe juve jeni mjaft të ndikuar, jeni mjaft pozitiv në anën tuaj, sepse planetet zbulojnë, ndryshojnë, rregullojnë dhe kërkojnë. Është momenti më i mirë, i mundshëm për të 30 vjeçët, në lidhje me punën e tyre, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me udhëtimet, bisedime të larmishme ekonomike që do t'i keni tani tutje. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse edhe njëra nga çështjet e punës, për shembull, që mund të ndikojnë pozicionin e planeteve, edhe kohës duhur që keni tani tutje. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, 10 ditë që i parë do ketë ndikim shumë të madh. Lidhje serioze me Bricap, që ka pasi problem, po do bashkohen. Muaj maj është bashkimi çistëve me probleme, ta dini, edhe kjo javë njëherë. Të shikoni atë që ta thashun që çfarë kanë thënë del me sipërfaqe me skandalet. Edhe jo vetëm. Po vetëm ata që kanë qenë në vende kyçe do të kenë kujdes të trokasin dhe ua them sepse më respektoni dhe më vlerësoni dhe duhet jem korrekt me juve, sepse jeni ju pra jam unë, ju më keni sjell deri këtu në çdo dritare që unë dal më respektoni dhe unë dua t'ju respektoj në maksimum aq sa ka mundsinë time. Edhe do të them që do bëni pa kujdes në këtë drejtim, edhe pse të tjerët flasin, mos i dëgjoni, lëreni le të flasin sa të punë kanë. Dhe ndikimet që kanë bërë, ndryshimet të mëdha që keni tani tutje janë shumë pozitive në fushën e dashurisë, sepse to lidhje me Bricap, ne zjat për Bricapin se kanë pasur disa mosmarrveshje, por këto janë të zgjidhshme. Në lidhje me çështjet që kanë bërë me peshorët e ditës së parë dhe me dashët e ditës së dytë është koha më ideale që ndonjëherë dhe më pozitivja në anën tjetër. E gjithë historia dhe ndryshimet dhe fushën e dashurisë dhe jo vetëm. Po do kemi edhe pasardhës. Po me kë vallë bashkim familjar dhe pasardhës me akrep të ditës së parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, vezulluese, mundësi ku çdo gjë shkon bar në ekonomi për të stabilizuar ekonominë dhe pra ata që merren me tregti një herë. Ndikime që nuk do ta kuptoni arsyen pse dhe se qysh do dalin gjërat. Pra është risku tek dera. Ngrihuni dhe merreni, që këta janë luanët. Luanë të dashur, kemi mundësin, kemi kohën, kemi ndryshimi dhe marrjen e vendime të rëndësishme. Për sa i përket kohës, për sa i përket mundësive dhe
gjërave të arta. Duke pasur parasysh momentin e duhur në lidhje me takimet dhe bisedimet që do të bëni, sepse ka një diçka mes asaj që bëhet dhe mes asaj që është e paralizueshmja. Është një nga momentet tani më të mira, sepse duke pasur parasysh juve të kësaj shenje, ndikoheni jashtëmarrëse për sa i përket punës, për sa i përket ekonomisë, ndryshimeve, vendimeve që merrni, dhe kjo është koha juaj, është momenti i artë i gjërave të mëdha. Prandaj do a them me bindje plot për 1000 arsye të punës së të karrierës, të ndryshimeve që do të bëhen tani tutje dhe të periudhave që do të keni. Meqense ka diçka shumë të madhe tani në lidhje me një takim pune që keni, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur gjëra të pazgjidhura, por kjo vjen me kalimin e kohës, nuk është se ka bën me biznesin e kam fjalën unë, por këta janë gjëra që vërtet anashkalohen, vërtet rregullohen në farë mënyre. E keni mundësinë e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që vijnë drejt jush. Keni një kohë të përshtatshme financiare, ekonomike. Keni gjëra që janë meqense ka të bëjnë edhe me punën tuaj dhe me anën e biznesit, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha që vijnë te jush. Është një moment shumë i mirë tani dhe konkretizimi i lidhjeve i mundësive të arta ekonomike financiare është koha juaj për sa i përket punës. Meqense një ndryshim i vogël është shumë i madh për të ardhmen, një periudhë e mirë që ka të bëjnë tani në takimet dhe bisedimet të rëndësishme që keni, është periudha juaj, por gjithashtu keni të bëni me biznesin, keni të bëni me karrierën, keni të bëni me disa mundësi të arta në lidhje me punën tuaj dhe me karrierën. Ajo që mund t'ju them, a them me bindje të plotë, keni disa mundësi të arta mbi atë çka është, mbi atë çka ju nevojitet, është biznesi juaj. Juve që merrni me marketing, nuk ka pak rëndësi ka, dhe një punëtor i thjesht që merret me kazë me lopatë, them unë, nuk ka problem fare, sepse do të dalë një mundësi që të gjithë njerëzit do kenë mundësinë të kenë të ardhurat mjaftueshme për punën e tyre, për biznesin e tyre, për gjërat e tyre, të jetojnë më mirë, të jenë më afër familjes, sepse ky vit i pikërisht, por që fillon nga luanët për shenjat e zjarrit, që kanë pasur mjaft çështje problematike në dikur dhe tani e kanë zgjidhur si çështje dhe si problem. Prandaj kjo është dashuria, kjo është dëmshuria, kjo është mundësia dhe koha përparësia që keni në këtë drejtim. Në çështjet që kanë të bëjnë me dhjetëdhjetin e tretë, që kanë bëjnë disa para të pamara ose çështje kreditimi, është mundësia mjaft e mirë e mbar në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashët e dhjetëdhjetit të parë, me shqiptarët e dhjetëdhjetit që është perfektja, pak vëmendje do të bëni me ujor të dhjetëdhjetit të dytë, ku kjo periudhë është dhe ky momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë në gjërat të mëdha që do të keni, në gjërat të ndryshme, të mundësive të arta që do të keni, dhe është koha për sa i përket gjërave dhe ndryshimeve mjaft të mëdha financiare dhe ekonomike, sepse juve keni mundësinë, keni kohën tuaj, keni ndryshimin e madh që vjen drejt jush për 1000 arsye. Për 1000 arsye për punën, për 1000 arsye për vendimet dhe ndryshimet të mëdha që do të keni në këto fusha. Edhe pse ndjeni pak a shumë të ndikuar në lidhje me anën ekonomike financiare, ndjeni të ndikuar në lidhje me disa takime të njëpasnjëshme që keni drejt ekonomisë dhe drejt mundësive që juve do të keni tani tutje, por duke pasur parasysh një nga vendimet e mëdha që do të merrni, nuk ka vend për të shqetësuar këto, por për të gëzuar për arsye të punës dhe të ekonomisë, për arsye të ndryshimeve të mëdha, sepse duket e keni dhe mundësinë dhe kohën e duhur për zhvillime. Në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që lidhet me ujor të dhjetëdhjetit të parë, me dem të dhjetëdhjetit të tretë, me akrep të dhjetëdhjetit të dytë, është koha mjaft e mirë, sepse stabilizoni lidhjen tuaj, stabilizoni gjërat e mëdha, stabilizoni punën, karrierën, edhe gjërat e tjera që do pasojnë më tej për anën tuaj të financave dhe të bisedave shumë të rëndësishme. Edhe pse me pak problem, gjërat janë në anën tuaj më të mirë të mundshme gjatë kësaj periudhe. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive dhe tepër ideale, që do të thotë Virgjëresha. Në mundësinë e zhvillimeve dhe të ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt ekonomisë dhe të punës. Dhjetëdhjeti i parë është shumë indikuar në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet, sepse duke pasur parasysh edhe mundësinë që ata kanë në lidhje me anën e tyre, në favorizimet e financave dhe të çështjeve ekonomiko-financiare, vjen një moment i duhur mbi
shumë gjëra që kanë në punën e tyre, kanë në karrierën e tyre, kanë dhe disa mundësi të arta mbi ndryshimin e punës e tyre. Sepse ky është ndryshimi, është koha, është mundësia për të parë se çfarë do të bëjnë në anën e tyre. Por nga ana tjetër, ka diçka shumë të madhe në veprimet dhe vendimet e rëndësishme që do vinë në fushën e karrierës, sepse keni lindur për karrierë, e keni mundësitë e ndryshimit të madh financiar, se financat janë ata që bëjnë për sa i përket juve të kësaj shenje, por megjithëse juve keni edhe gurin dhe arrën dorë, mund gjeni vend për ta thyer. Shenjat e tokës me muajin maj do lulëzoni ashtu siç lulet lulëzojnë, ashtu siç pemët jeshillëku pafund e shumë gjëra të tjera. Merrni fritet e juaja për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni, bini pas, të 30 vjeçët kanë mundësinë e kohën e artë për sa i përket punës së tyre, për sa i përket ndryshimeve që ata kanë dhe një mundësi mjaft e mirë për të bërë zhvillim, për të pasur zhvillime të rëndësishme ekonomiko-financiare në fushën e dashurisë. Këtu do la ndalojmë pak, sidomos shenjat me ndikim shumë të madh që kanë të bëjnë, janë peshqit, janë shigjetarët, janë binjakët, pra virgjeresha peshqit, virgjeresha shigjetarët, virgjeresha binjakët. Nëse kanë mundësinë ose kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur ata që ta kërkojnë, është momenti më i artë dhe më perfekti që ndonjëherë. Edhe pse kanë pasur disa lëvizje të papritura, të flasim për sa i përket ekonomisë, dhe nuk i pëlqen ajo punë, do ndryshojnë punën e tyre, do ndryshojnë vendbanimin e tyre, por në një qytet tjetër, shtet tjetër. Kjo është koha dhe momenti, është momenti i vazhdimësisë, do thoshim korrekcisë që kanë bëjnë, por gjithashtu edhe disa çështje tjera që vinë gradualisht në anën e tyre. Por virgjereshat asnjëherë nuk e ulin kokën. Asnjëherë din shumë mirë çfarë bëjnë, din shumë mirë ku arrin dhe çfarë ata konceptojnë mbi punën e tyre dhe korreksinë e tyre. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, tek një shenjë ajri ku gjërat janë mjaft herë më mirë se çpritet dhe tepër pozitive, do gëzojnë jashtëmase, do gëzojnë në familje. Do gëzojnë nga një trashëgimni, do gëzojnë nga një pasardhës, do gëzojnë nga një martesje presim të pamundur bëhet e mundur. Që kush janë këta? Peshorja. Për sa i përket kësaj shenje, duket se kanë mjaft çështjet e në pezull, duke pasur parasysh kohën, duke pasur parasysh punën, marrjen e vendimeve të rëndësishme në lidhje me disa takime, me disa bisedime shumë të rëndësishme në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por nëse do flasim se si dhe nga gjërat realizohen dhe vinë në anën tuaj, është mundësia shumë e mirë. Peshorët e dhidicit të parë do merren shumë me një pasuri të paluajtshme ku ata e fitojnë, ata janë anën e tyre më të mirë, kanë disa ndryshime të papritura për sa i përket kohës dhe mundësive të arta që vijnë. Duket se mundësitë që ka të bëjnë në fushën e punës dhe të karrierës është një nga ndikimet më të mira të pozicionimit të planeteve dhe të kohës së duhur për sa i përket zgjidhjes së financave, të mundësive të arta, që juve e keni dhe si mundësi, e keni dhe si kohë për sa i përket çështjeve që ka të bëjnë me punën tuaj aktuale, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me ndryshimin dhe takimin tuaj të punës, por momenti është që karriera, ekonomia, stabilizimi, mundësia, 4 gjëra shumë të mëdha të punës suaj të karrierës është në anën tuaj. Gjithashtu, ka të bëjnë me disa dokumenta që i prisni, peshorët gjithmonë kanë pritur, por tani dalin mbi sipërfaqe gjëra që do gëzojnë jashtëmase, do hidhërohen për arsye sepse kanë ndihmuar shumë dhe do dëgjojnë disa gjëra ku i themi ne do vej shpirtin vend vet, se boll jeni mërzitur, boll jeni strapacu për punën, për gjërat, jeni lodhur, mërzitur dhe vjen një gëzim shumë i madh, ashtu siç pranvera sjell jeshillëkun, sjell cicerima dhe shumë gjëra të tjera, pra pranvera që ndihmon, ashtu do jeni dhe juve që do lulëzoni mbi gjërat e juaja të drejtën tuaj, që do dalë, do triumfoni. Mbajeni mend të fjalë që thot Jorgo,
ajo që doni të kaloni të përçoni në jetën tuaj, në stabilizimin është pikërisht ky muaj, është pikërisht kjo javë. Prandaj bini pas sepse keni mundësinë dhe periudhën e ndryshimeve. Por ajo që do jetë gëzim shumë i madh për juve të shenjës së peshorëve është marrjen dhe do fitoni një çështje ligjore ku shumë gjëra kanë ndodhur, shumë gjëra kanë rrjedhur gjatë gjithë kësaj kohe dhe jeni lodhur shumë, keni pritur shumë dhe tani merrni frytet edhe gëzimin tuaj të familjes, gëzimin tuaj të gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur mjaft keq kuptime, por këto dikush do t'i paguaj gjanën këto keq kuptime, do t'i paguaj me kuptimin e mirë fjalës, sepse kur nuk e pula pse bënish, kur nuk e di mirë diçka pse e thua pa qenë i sigurt atë fjalë që po thua nga është huazuar ose nga ka ardhur, ose më mirë thuj nuk di gjë dhe nuk mund të them gjë kur nuk di, sesa të thua shumë gjëra dhe janë falso. Në radhë parë dëmtoheni juve që e thoni, pastaj dëmtoni dhe tjetrin që juve ja shfaqni në një kohë që mund të ketë gjëra të tjera që mund të flitet, por problematikat pastaj ndodhin në anën tjetër. Këtu do të thosha bëni pa kujdes nëse keni mundësinë sa më pak të flisni dhe aq më mirë është për çdo njeri, por megjithse peshorët do kenë këtë gëzim shumë të madh në familjen e tyre. Megjithatë, 10 ditë që parë ka një lidhje shumë serioze me Gafore dhe me Brisjap, nuk e diskutoj pasardhësi është me dash, martesa do të kemi, por dhe stabilizimin ekonomik dhe çështjet ligjore do dali të fituar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, kontaktuese dhe mjaft ndikime pozitive në ekonomi dhe në dashuri, që janë të shenjës së akrepëve. Akrepët nga njëra anë sundojnë, ndryshojnë, rregullojnë çështjet ligjore dhe punën e tyre aktuale. Ndikimi dhe sundimi i gjërave të mëdha me të drejtën e tyre, sepse nuk do të thotë sepse ata janë të mbartur nga gjëra të tjera që presin për të bërë diçka dhe të shesin ato që kanë të blejnë gjëra të reja, jo në blerje, por janë gjithmonë në stabilizim. Nëse duhet të bëjnë diçka të stabilizojnë ekonominë dhe punën e tyre, për arsye të gjërave të ndryshme që ata kanë, është një nga momentet më të arta që ata kanë tani tutje. Është një nga pozicionimet më të mira të jetës, të vazhdimësisë, të korrektësisë, sepse jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me atë çka është çka ju e doni të bëni. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim, sepse ditë që parë i shenjës së akrepit ka qenë dhe mbetet shenja më me ndikim në anën e tyre, por tani për tani, unë mund të them që vërtet keni kohën tuaj, keni mundësinë, keni vazhdimsinë sepse akrepët janë në shenjë uji, ku kanë disa mundësi të arta për të zgjidhur problemin, për të zgjidhur çështjet që lidhen gjithmonë me një farë mënyre me ekonominë dhe ndikimin e tyre, por edhe mundësi të arta që kanë tani tutje. Nuk e diskutoj për gjërat që ndikojnë ose çështjet që lidhen me çështjet të vazhdimësisë të korrektësisë suaj dhe anës ekonomike financiare, me financat ka të bëjë shumë. Me ndryshimin e punës së të karrierës është ajo periudha ku gjërat ndihmojnë në anën tuaj, janë në krahun tuaj me pak fjalë sepse ndryshe ka qenë, ndryshe është bërë, ndryshe dikush ka gabuar. Më thonë, ka thënë, ndryshe ka thënë, po ndryshe i ka ardhur gjëra. Tani sa mund të ndikojnë ose sa mund të jenë të arritjet e punës së tyre është një mundësi. Është një kohë e artë për zhvillimin dhe ndryshimin. Por vallë, a është e mundur që juve të keni gjërat në vijë për punën dhe për karrierën tuaj? Po. A është e mundur që diçka mund të ndikohet ose mund të ndodhi për punën tuaj dhe gjërat aktuale që keni tani tutje, sepse është një kohë përcaktuese dhe ndikuese në jetën e përditësimin tuaj. Është një kohë tani, është një kohë e artë, sepse edhe lidhjet, edhe ndryshimet, edhe periudha që ndodhin fenomenet. Tani njerëz jemi dhe mund gabojmë, por nuk gabosh në gjëra të rëndësishme. Sepse është shumë rëndësishme ekonomia, shumë rëndësishme dituria dhe vazhdimësia. Prandaj jemi në kohën më të mirë të mundshme, prandaj jemi në kohën më ideale të qenë ndonjëherë, sepse
është kjo periudhë, është ky moment, është momenti i artë për sa i përket asaj çka jeni, për sa i përket asaj çka doni të arrini, për punën tuaj, për karrierën sidomos një herë. Kjo është aja dhe zhëja, por nëse do të shikoni ndriçimin dhe vendimin, mundësinë dhe kohën e artë për punën, është një nga stabilizimet më të mira, të mundshme të qenë ndonjëherë, për sa i përket gjithmonë dhe karrierës, sepse karriera është baza, është mundësia dhe korrektësia juaj ekonomike, pune dhe ndryshimit të madh që vjen. Por mos u shqetësoni për të çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, sepse janë ndryshime të mira, favorite për ekonominë, favorite për gjërat që do të ndikojnë në lidhje me mjaft çështje të rëndësishme. Është një punë, është një çështje karriere që vërtet juve ju se fini si zbatim, se e dini çfarë bëni, dini ku shkoni, dini se si gjërat i rregulloni. Por është rregull, është stabilizim, është ndikimi më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë tani e tutje, për sa i përket punës dhe ekonomisë, për sa i përket ndryshimit dhe vazhdimësisë sidomos, se ka diçka shumë të madhe këtu, për tani është dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Është një anë pozitive, është një anë mjaft korrekte, sepse kjo periudhë është e juaja dhe stabilizimi është ai që bën ndjen e keni mundësinë e ndjesisë dhe të vazhdimësisë, se jeni shumë korrekt me punën, jeni shumë korrekt me ekonominë, jeni shumë korrekt me gjërat më dha që vinë për anën tuaj, pozicionimit të planeteve, dhe kjo do të thotë stabilizim. Kjo do të thotë rëndësi në punën tuaj dhe në çështjet që kanë të bëjnë me anën e karrierës dhe jo vetëm. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të dhjetëdhjetit të parë, me peshk të dhjetëdhjetit të dytë, me dem të dhjetëdhjetit të parë, është një kohë shumë e përshtatshme. Akrepët në përgjithësi, stabilizim pune, ndryshim në rolin e drejtuesit, ndryshim sepse do shkoni në profilin tuaj. Dhe kjo bën që kjo javë të jetë java vendimtare për të ardhmen tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndriçuese, rrezatuese dhe mundësi të mëdha që do të keni. Këto janë shigjetarët. Shigjetarët duket se kanë disa mundësi, kanë kohën dhe periudhën e tyre për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket asaj çka juve keni ose ndikimet më të mëdha që do lidhen në fushën e karrierës suaj. Për karrierën mund ta thosha unë sepse ka diçka shumë të madhe në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe jo vetëm. Është një mundësi, është një kohë mjaft ndikuese në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime, këto janë takime, nga njerë mund të themi takime rutin, po nuk janë rutin, ta dini, sepse është periudha, është koha, është ndryshimi dhe ndikimi më i madh që ndodh nga ndonjëherë në fushën e karrierës suaj dhe pozicionimi i planeteve, ju ndihmon jashmase në lidhje me një takim pune, një ndryshim që do të keni tani tutje juve për anën e financave, se më lidhe me financat duket se është pozicionimi i planeteve, por jo vetëm kaq, por keni edhe një mundësi shumë të mirë në anën e punës, por gjithashtu dhe ndikimet të tjera ka diçka shumë të madhe për sa i përket këtyre shenjave, sepse shenjat më me ndikim janë shigjetarë, dihet, sepse botërisht për arsye të ekonomisë, arsye të stabilizimeve dhe të gjërave të tjera që do të ndikohet tani tutje, por keni dhe mundësinë tjetër, çfarë? Koha e artë në zhvillime, koha e artë në anën e dashurisë dhe respektimit të jetës të vazhdimësisë tuaj, dhe kjo do të thotë që është një nga mundësitë më të mira, një mundësitë më pozitive të qenë ndonjëherë, por gjithashtu edhe disa gjëra të tjera që janë në anën tuaj më të mirë të mundshme të ekonomisë, të stabilizimit dhe të kohës kur ndodhin fenomenet. Në çështjet që kanë të bëjnë me këtu duhet pasur pak vëmendjen, nëse dhjetëdhjetë i parë do të bëj një ndryshim ose të bëj një blerje. Sa është e mundur, shtrohet pyetja, që të nisin diçka të rëndësishme në fushën e karrierës. Po, është e mundur të bëhet, por me
pak kujdes, jo të nxitoni, se nxitimet gjithmonë ju e dini, sjell vendimet gabuara. Por juve përshpejtoni disa gjëra që të arrini në finish, mirë bëni, por duhet pasur kujdes. Në çështjet në anën e biznesit ose të blerjeve që e kanë shigjetarët, të diçit të dytë sidomos është një mundësi shumë e mirë e artë për anën e financave, për gjërave të mëdha që keni dhe momentet të tjera që do të diktojnë tani e tutje. Stabilizimi dhe konkretizimi i gjërave që do të thotë me dashurinë, problematikat e dashurisë do të gjejnë të dashurin e vet dhe mundësinë e artë, që ose ekonomia, stabilizimi ekonomik me shumë ndryshime dhe gjasa për të arritur qëllimit që janë të 10 diçit të tretë, por të 30 diçit pak a shumë kanë atë ndikimin e madh, kanë zbulimin dhe ndryshimet të mëdha që do kenë në profilin e tyre. Por gjithashtu, dokumentacione për juve që jeni në diaspor, jeni në pritje të diçkaje të tillë, e keni mundësinë dhe kjo do të ju ofrojë shumë gjëra dhe shumë gëzim që do të keni në lidhje me familjen tuaj, dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse është mundësia, është koha, është vazhdimësia më ideale e që ndonjëherë, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore në këtë periudhë që juve keni, dhe kjo është në mundësia më e mirë e mundshme e artë në atë që ka bëni, e artë në atë që ka juve keni në aspektin e jetës dhe të vazhdimësisë. Megjithatë, në fushën e dashurisë, edhe pse tani në këtë periudhë keni pasur disa problematika të vogla juve të 10 diçit të tretë, rregullojeni tani se është koha juaj. Por të 30 diçit të shenjës së shigjetarit, duket se lidhjet që kanë bëjnë me Virgjëresht të 10 diçit të parë, me Peshq të 10 diçit të tretë që është perfektja, me Gafore është vetjeta. Prandaj, bini pas, mos e lini pas dore. Koha tregon që juve jeni me fat. Koha tregon që juve dini çfarë bëni dhe dini ku shkoni, se shumë të raste gjërat diktojnë dhe ndikojnë në jetën tonë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësitë që janë në ekonomi dhe në çështjet ligjore, që këta janë britsjapët. Për sa përket britsjapët duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi mjaft të mirë, sepse kanë të bëjnë me punën aktuale, kanë të bëjnë me disa ndryshime, me disa marrëvendime të rëndësishme, sepse është koha dhe momenti më pozitiv, dhe gjërat e tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj, është se ekonomia, stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha që do të keni, dhe jo vetëm, është një periudhë që vërtet tani e tutje koha tregon që mund të keni mundësinë ekonomike financiare, mund të keni mundësinë për të zgjidhur problemin ose gjëra të tjera që keni pasur, por ajo që do bjerë në sy për juve të shenjës së britsjapëve është çështjet ligjore. Ku çështjet ligjore marrin fund, si ato penale, si ato ekonomike financiare me probleme që keni pasur, si ato që çështje pasurie pajluajtshme që nuk janë zgjidhur akoma për një arsye apo tjetër, por vjen momenti tani për të zgjidhur këto gjëra, dhe këto janë të zgjidhshme sepse është periudha, sepse është dhe koha kur ndodhin fenomenet. Dhe pikërisht në këtë moment juve e keni mundësinë, pikërisht në këtë moment është koha dhe vendosmëria juaj mbi arsyet dhe punën, karrierën, ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush, është një nga mundësitë më të arta që mund të keni, dhe periudha që ndodhin fenomene të ndryshme. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme, sepse zgjidhni problemet nga më të ndryshmet, nga më të vështirat, nga më ndikueset në jetën tuaj, në çështjet e pozicionimit të planeteve, në lidhje me karrierën tuaj, dhe kënaqësia më vehte që është ajo e ligjit ku merr fund një herë e mirë. Nga kjo javë e në vazhdim do shikoni gjëra që do të diktojnë, do të ndryshojnë shumë për juve shenjës së britsjapëve, sepse britsjapët nga njëra anë kanë mundësinë e tyre, në anën tjetër kanë drejtimin e tyre. 10 diçi i tretë me udhëtimet kanë përfitime shumë të mëdha, por kujdes me çështjet që kanë bënë me kredit. Nëse mundeni anashkalojeni këtë javë të paktën, ose mund bëni një bilanc se ku, se kysh, se çfarë mund vinë gjëra, si mund të t'ju ndihmojnë fati në këtë aspekt, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë e artë në jetën tuaj. Por gjithsesi, mos mu shqetësoni se koha ka treguar dhe tregon, keni me fat në këtë drejtim.
Gjithsesi, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë për jetën tuaj ka të bëjnë me dash të 10 diqet parë, peshore të 10 diqetet që është perfektja, por një kohësisht kemi të bëjmë edhe me një çështje madhore që do të thotë ndikimi më i madh që është me bricap të 10 diqet parë, me gafore të 10 diqet të tretë, ku gjërat janë fantastike dhe keni dhe disa mundësi të arta për të bërë zgjedhjen e duhur, për të bërë atë çka ju e keni dhe jeni në lidhjen e mirëseardhjes, të vazhdimësisë, të jetës, të çështjeve madhore, të anës ekonomike, të financave dhe diçka mjaft pozitive, korrekte nga ana juaj mbi çështjet madhore që do të keni, sepse është një gëzim shumë i madh dhe kjo është diçka që vërtet bën që të jeni korrekt me anën tuaj, keni korrekt me atë çka juve kërkoni dhe rrezatoni në gjëra të mëdha që do të diktojnë në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë delikate, por shumë pozitive në lidhje me dashurinë e munguar, me ekonominë, në zbatimin e mendjes të drejtësisë suaj, atë që keni marrë, do arrini majat, por sepse zbatoni planet, ju i keni shumë ecje me planet, kjo është janë e mirë, por gjithashtu edhe me disa dokumentacione që prisni ju i keni në diasporë. Që këta janë ujorët, përsa përket ujorëve, ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi edhe kohën e ardhë për të bërë zhvillime, ndryshime, takime, mundësi, sepse në lidhje me gjërat e tjera nuk është se ka diçka që nuk shkon ose diçka problematike, në lidhje me problemin ose lidhet me faktin që ndodhin çështje të mëdha në financa, zgjidhje të gjëra të problematikave që keni pasur në anën tjetër, por është një nga mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë për arsye të punës suaj dhe të karrierës, sepse lidhet me karrierë, lidhet dhe me ndryshimet e tjera që do vinë tani e tutje, ose do pasojnë në fushën e karrierës suaj, por mundësitë që keni, shfrytëzoni në maksimum, është diçka shumë pozitive, është një diçka e artë për të zgjidhur çështje problematike, sepse keni mundësinë juve e zgjidhni, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim unë, po edhe pse është një nga mundësitë më të mira tani e tutje, ku kjo periudhë dikon në anën tuaj, sepse është një nga mundësitë më të arta që mund të keni në jetën tuaj, në përditësimin tuaj, edhe çështjet e tjera që do të keni mundësinë mbi gjëra të mëdha financiare, që lidhet me financat, lidhet dhe me një takim shumë i rëndësishëm në lidhje me financat, sepse ka të bëjnë edhe me ekonominë, ka të bëjnë edhe me vazhdimsinë dhe dashurinë dhe gjërat e tjera që do të keni në fushën e karrierës suaj. Megjithatë, kjo është një nga çështjet më madhore që do të keni, çështjet më ideale, pozitive, korrekte nga ana juaj dhe një nga mundësitë të tjera që do të diktojnë në fushën e biznesit tuaj, sepse ka të bëjnë shumë me biznesin, ka të bëjnë shumë dhe me një çështje madhore dhe një çështje që vërtet e keni mundësinë, vërtet keni momentin e duhur për anën tuaj më të mirëmundshme. Dhe gjithashtu ka të bëjnë me një takim mjaft të rëndësishëm financiar, me financat e keni pasur problemin, po e zgjidhni tani, që do të thotë me peshorët e 10 diqet parë, keni pasur disa probleme, jo se keni qenë, ose keni pasur një punë bashkë dhe jeni ndarë për arsyen tuaj, por do gjeni zgjidhje në ortakri, do e flas, domethënë ujor me peshore, por në krahun tjetër dhe me binjak, pra me shenja ajri, juve bëni shumë, edhe pse mund keni keq kuptime në fushën e biznesit flas. Kurse në dashuri duket se me luante dhe diçka parë me shenjë zjarri është idealja, me akrep me shenjë uji pse jo mund keni mundsinë, por me dem është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft telepatike dhe mundësi të arta që vinë drejt jush në ekonomi dhe në blerje të papritura, që këta janë peshqit. Sa i përket shenjës së peshqive, megjithëse peshqit duket se tani ka nisur një rrugtim të ri në fushën e blerjeve. Unë nuk e diskutoj sepse ka një nga mundësitë më të arta, kjo mund të keshi ndonjëherë, se arsye e punës,
është puna, është ajo e karrierës dhe e mundësive të arta që vinë drejt jush, por ka të bëjë dhe me një nga ndryshimet, takimet dhe konsolidimi i gjërave të mëdha, i ndryshimeve të mëdha që do të keni për sa i përket punës dhe karrierës suaj. Në këtë drejtim, në këtë pikëllim që keni, gjërat që janë më fantastiket në anën tuaj. Një nga gjërat më të mira, më të arta që vinë drejt jush, sepse duke pasur parasysh karrierën, duke pasur parasysh atë çka juve keni dhe jeni në fushën tuaj, por është edhe një mundësi e mirë për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve të mëdha që vinë drejt jush për arsye të punës së karrierës, për arsye të gjërave të mëdha ekonomike financiare, ku i keni mundësitë dhe kohën e duhur për zhvillime dhe ndryshime të jetës suaj. Keni një përparësi, keni një mundësi, sepse kjo periudhë që jemi tani është periudha e mundësive dhe ndikimeve të mëdha që vinë në punë, në karrierë dhe në ndryshimet e tjera që do të keni gjatë rrugtimit tuaj, gjatë jetës suaj të përgjithshme, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe ka një rregull të shkruar që do të thotë që unë veproj sipas planeve që kam dhe të drejtës sime, kurse të tjerët e dinë që unë jam me të drejtën time, por nuk e pranojnë dot. Kjo punë e tyre, a e pranojnë e se pranojnë. Juve keni atë që keni, drejtimin që ju jepet dhe mundësitë e arta që vinë. Keni një mundësi shumë të mirë sepse puna është ajo baza që juve keni dhe mundësia e artë që keni, por gjithashtu dhe mundësitë e arta që do të vinë gjatë kohës, pastaj janë me ndryshime dhe mundësira të mira që do të keni tani tutje. Në anën e pozicionimit të planeteve, të kohës dhe të punës suaj të karrierës, ndikime dhe sfavorizime që lidhen me anën ekonomike, lidhen me punën e përbashkët që mund keni juve të kësaj shenje, se është një nga mundësitë më të mira në punën tuaj të karrierës, në blerje keni, në shitje keni, dhe një lajm shumë i mirë që do ta merrni, lajme pozitive në ekonomi, por dhe në dashuri. Në dashuri, unë do të thosha që ka të bëjnë me virgjëresht dhe diçit parë, me dash dhe me dëmt dhe diçit tretë që është perfektja që keni tani, por mos harroni, sepse me virgjëresht keni një pasardhës me britsap, është ajo që juve prisni dhe do të ndikohet dhe diçit të dytë, kurse diçit të tretë i shenjës së peshve e ka me shigjetar, se dipem tani ne, edhe mundësit i kanë, edhe rëndësit të veçantë që ta kanë, dhe mundësit të arta që vinë drejt jush. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht kësaj jave, kaq të rëndësishme, nga data 4 deri më datën 10 maj 2026. Por mos harroni, në kohën që jemi drejt së drejtë dhe doni një parashikim të detajuar për sa përket parashikimeve private, astrologu.al, ja ku kemi të faqen këtu. Dhe atje mund të lexoni mbi çdo gjë që keni në shenjën tuaj, ose keni shikoni vetë gjërat atje, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, pastaj jeni gati për të dërguar emailin tuaj dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit, nëse juve dërgoni dhe numrin e telefonit atje që neve t'ju marrim dhe të flasim për sa i përket gjërave që juve kërkoni nëpërmjet WhatsAppit dhe Viberit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt së drejti live, doni të dërgoni një mesazh. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Nga Unë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Jetë mirat.